Ishte i shtrirë në krevat dhe nuk dha më asnjë shenjë jete. Shpat Kasopi vdiq pas një ataku në zemër në moshën 40 vjeçare. Kështu ka konfirmuar miku i tij i ngushtë, ish banori i Big Brother VIP Kosova, Rezard Vleshinja. Sipas tij, artisti ishte bashkë me ish grua në Itali për shkak të problemeve shëndetësore të djalit të tyre, i cili shpesh është dërguar atje. Ai njoftoi se e para që po shpatin pa shenja jete ishte Selvia, ish bashkëshortja. Mbajta veten shumë, nuk ma merrte mendja. Ai në fakt në Itali ka qenë për 2 arsye, dhe për djalin ka një problem. Atje ka shkuar edhe për kurimin e tij bashkë me ish gruan. Shpatit i ka ndodhur në dhomën kur ka hyrë edhe Selvia tha se ai ishte i shtrirë në krevat dhe nuk dha më asnjë shenjë jete, pa puls pa asgjë. Ajo u shtrëngua dhe ka lajmëruar stafin e hotelit. Që të flisja unë për shpatin, nuk do të më merrte mendja. Në këto momente, duhet të falenderojmë për momentet e bukura që na ka dhënë. Jam rritur me të, që kur kemi qenë të vegjël, kemi qenë në aktivitete kulturore kudo. Kemi pasur lidhje familjare shumë të mirë. Nuk e dini çfarë gjendje do të jenë familjarët, u shpreh aktori. Me tej, ai tha se artisti nuk ka pasur probleme shëndetësore, por shtoi se ataku në zemër mund t'i ketë ardhur edhe nga gjenetika, pasi sipas tij edhe babai i këngëtarit pati vdekur në mënyrën e njëjtë. Jo, nuk ka pasur probleme me shëndetin, ka qenë diçka e familjes, gjenetike, sepse edhe babai i shpatit vdiq nga ataku në zemër. Ai ka pasur shëndet të mirë këto vitet e fundit, zgjidhte edhe ushqimin, bënte kontrolle të rregullta, me sa duket edhe trupi mbase e ndihen vet dhe shpatit i ndodhi kjo që nuk do më merrte mendja. Para 2 ditësh fula me të, folëm 4 herë brenda asaj dite. Një nga planet ishte që kishte bërë me Lori Huxhën për të qenë në Big Brother VIP, por ja që nuk ishte e shkruar. Për lajmet më të reja nga vendi dhe bota, bëni subscribe kanalin ton.